Porosia e bishtit X-Station, këtij bishtit gjigant, ka përfunduar. Porosia e ditës së sotme, siç ja tregova dhe në videon e përparme, që kërkesat për bishtin X-Station Kaçurel janë tepër të kërkuara. Sidomos për ju gocat kaçurele, por edhe ato që duan të ndryshojnë, që e kanë flokun e tyre të drejtë, e kapi flokun e vet topuz dhe vendosin sipër, sepse nuk duket fare që keni vendosur bisht X-Station. I përdorin të gjithë, edhe ata që kanë flokun e drejtë, por edhe ato që e kanë kaçurel. Ju besoj tashmë e dini që pse unë i kam kapur flokët topuz. Për t'ju demonstruar në kokën time si gjithmonë. Edhe pse unë e kam treguar dhe e kam demonstruar shumë shpesh në video, dhe prap më pyesin gocat që si vendoset bishti X-Station. Dhe unë nuk përtoj asnjëherë për t'ju treguar se si vendoset ky bisht që është kaq praktik. Unë e kam quajtur tak fak, sepse aq shpejt vendoset. E kapim flokun bisht, më pas e rrotullojmë dhe formojmë kështu topuz. Dhe pastaj marrim bishtin X-Station që unë ka vendosur kunjin dhe lidhset për t'i lidhur te koka, që e kam thënë dhe këtë që e shtrëngoni sa të dëshironi ju, sepse unë gjithmonë lirëset i vendos të gjata, se nuk kursej kjo anë fare. E kam çik dorën e lëshuar. Tani vazhdojmë si ta vendosim te koka. Unë po e vendos, po ulëm që ju ta shikoni. Pasi e vendosni kunjin mirë, se ma kap dhe kjo unaza.